Sa nuk ka burnane që gjajnë një fjalë njërë komunikimi. Moment telefonit, mas i kam dalon prej burgut, për me mundë. Kjo është e kuptueshme që kur të hinje Helmin gjak, s'ka doktor në bosë janë gjerë njeri ju. Doshe pa doshe, a po vrosja mrena gjakut një fjalë, ato kanë pas parikse e home i kontrolin. Pra nuk ka buk, zbje gjomë, paljat mësëj. 18 vjetë burg, nuk kam qenë të harë 8 lami alto në burg. Për shëtë, mi më di që shkërdi jo të jetë mos, di që të shkërdi për gjana kodi morë. Përshëndetje dashur miq dhe mirë se erdhët në këtë video, jeni live me Odetën. Ditën e sotme në live-in tim mund të sjell historinë e një 61 vjeçari nga veriu i Shqipërisë. Ai quhet Pjetër Marku, i cili ka humbur familjen e tij. Një histori e trisht. Pjetër Marku, në moshën 45 vjeçare, ka lënë qelinë e burgut, një vrasje të rëndë që ndodhi në vendlindjen e tij e bëri që Pjetër Marku të dënohej me 19 vite burg. Pasi la qelinë, gruaja me 2 fëmijë u largua duke i dhënë fund kësaj martese. Sot ai është 61 vjeç, ka 16 vite që ka dalë nga burgu dhe jeton i vetëm. Sot ai në këtë live do rrethej historinë e vështirë të jetës së tij dhe padyshim që ka një mesazh për 2 fëmijët e rritur. Hap dritaren dhe e përshëndes me njëherë Pjetër Markun. Pjetër, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje zonja Odeta Tome. Jemi të dy së bashku në këtë live pasi ti vazhdon të këmbgulësh për të rilidhur kontaktet me 2 fëmijët e tu. Për hatër, po të është nuk mundi daj se fëmijët i kam pjesë gjakut tem dhe nënë e tyne s'mund ta tradhojnë me fjalë. Për hatër se çdo gjë do të më monon për mirë me fjalë se për kesh akullaj, po do të më me qenë sa më i rregull me fjalë. I dashur Pjetër, për të qenë i sinqert, ne jemi takuar disa herë bashk. Por ti kërkon ti jesh pjesë e live-i dhe padyshim që unë dua që zëri juaj të dëgjohet dhe pse përpos shumë njerëz qoftë dhe të familjes tuaj ju kanë paragjykuar. Unë dua të di dhe sot të flasësh pa dorashka. Çfarë ka ndodhur me familjen tënde? Pse fëmijët e tu nuk duan sot të kenë kontakte me ty? Ti je babai i tyre. E ke menduar ndonjëherë se ndoshta ke gabuar kaq shumë sa fëmijët të kanë mohuar? Me thënë të drejtën, unë nuk kam gabue, po ka ndryshuar jeta Odeta Tome në mënyrë sa nuk ka burnane që gjajnë një fjalë njërë komunikimi. Pavarësisht se gjithë njerëzimi se hajnë bukën e vetë edhe gjajnë hallet të dënjas, gjithë se cili i banë pont me fjalë ose fleshnet me fjalë se tjetëri ka ba gabim të qikohet tjetën kërë një kohën dhëmëtën e shpirtit tem në tjetë se me di unë, nuk e di në ta. Pra mu nuk më pëlqen me qiku dikajnë si që bëjnë dikushi. Atere, Pjetër, më lejo të bëj disa pyetje që ta kuptojmë qartë historinë e familjes tuaj. Ju aktualisht sa vjeç jeni? Unë me nënë më që shoqtash kam ba rumullak 61 vjetë. Edhe 100 vjeç. Ju jeni martuar për para sa vitesh? Po, jena martu na, si pas traditës, çdo gjë ka qenë me shkollësi, çdo gjë ka qenë mrena normave, çdo gjë kena kalu jetën mrena normave. Feja sa është ba me fjalë me dëshirë njëri tjetrit, martja sa po shashton, jetja sa po shashton. Erdhë puna që ja futi Helmin gruaja gjaksit, momentin e fonit, mas i kam dalon prej burgut, për me mundë. Kjo është e kuptueshme që kur të hinje Helmin gjak, s'ka doktor në bosë janë gjerë njeriu të dhe kështon që çdo gjë marrën. Sa vite ke jetuar me gruan? Për zotën kena jetuar, po thuaj se një periudhë shumë të shkurtër, se s'na lënë me jetuar, se tash kur jeton mirë me borë gro borë me fjalë bashk, nuk lanë me jetuar me fjalë. Vetëm familjen e mirë shkatrojnë, sa familjen e keqe s'kan që shkatrojnë, se ajo është e dalë me pare për veti. Mu ku më kanë posë jam të e kalu mirë me gruan, i kanë bënë të gjitha përpjekjet me fjalë për me në gjitha mënyrët me fjalë që duhen me ortana, me bë muhabet unë me të edhe habitësh ngele shpamen me fjalë. Ju u martuat një moshë të re? Ja. Kena qenë të dy mosh pjekurie me fjalë, qoftë tonë dhe aja. Sa vjeç keni qenë ju, kur jeni martuar?
Unë kam qenë kë 30 treshi, Po, ajo 5 vjetë mas meje. e kuptoj. Ndërkohë ju keni sjellë një jetë sa fëmijë bashkë. Djalin kam parë dhe vajzën mrapa. Pra, keni sjellë një jetë 2 fëmijë. Sa vite martesë konsumuat momenti që ti re në burg? Me thëmë të drejten, rumullak, ditën ditë, 2 vjetë, kina bo me fjallë martes, dhe atë edhe na kanë falë dërëshit jetën me fjallë, që kërë ke po zhëgjan me fjallë. Pra, ti ke qëndruar me gruan vetëm 2 vite dhe më pas re në burg. Pa ata herë është në burg, zhëgjan me fjallë. Sa vite u dënove? Jam dënu 19 vite, edhe mrapa kam bon burgun, kam dalë. Çdo gjë ka qenë me fjalë tepër mënyrë komunikueshme, se nuk po një gjë shueshën e asaj për mbi këtë tokë me fjalë. Mu lodh me fjalë natë e ditë shueshën e asaj, nuk po një gjë për jetës familjare. I dashur Pjetër, ju u dënuat me 19 vite burg dhe unë nuk dua të flas për ngjarjen, çfarë ndodhi, pse ti Ka marru puna, jo nuk kena pse me e gazbon punë, s'kena pse me e gazbon. Nuk dua të flas për këtë ngjarje. Gjatë kohës që ti ishe në burg, gruaja dhe fëmijët vinin ju vizitonin? Po, gruaja me kalamajt, edhe printe e saj në mënyrë tepër normale, si pas takatit tyne. Djeta e punë është pavarësisht se ata kanë pas hallet e vetë, se s'kan pas si me nejtë gati mu për shef. Po, besoj që fëmijët i ke lënë të vegjël momenti që re në burg. Po, i kam lënë vegjël shumë. Ata janë rritur pa imazhin tënd. Por, është një disha, se të është 16 vjetë, është bo lisi 16 metra trash, me një spot nuk përitet lisi, duhen 4 spot furta, ndoshta edhe më tepër për me ndërsh të punë, po për momentin ja di për njerë dhamrit, burrit e vojseme, shumë për njerë, isha dhe i bjen vesh me i fjallë, që e morë monimin bosh me vojsën teme, marrë me më takue, këna nejtë që perë, po nuk mujtë me shfrizohë rasën me fjallë me ne për shefit duan se të është. Po më tregoni dashur Pjetër që vajza kohët e fundit ka ardhur dhe të ka takuar, por marrëdhëniet janë rregulluar tashmë? Ja, hala jo, po për ardhë ka ardhëm nga taku, ja. Por kur undave me vajzën si i latë, sepse një vajzë që vjen takon babain do të thotë që marrëdhëniet janë rregulluar. Jo, derisa kanë ardhë, më kanë takue mua, unë ja di për njerë i herë dhamërit mekut, inshallah i bjen fjallë tje vesh, i fjalla e me i bjen vesh, për mu ka rëndësi që kanë ardhë, ato kanë bën detyrimin e vetë për momentin, këto më roba e kanë atë në dorë, unë s'kam gjanë dorë, unë jem në gjenje për me rujtë vetën, me qenë i kujdeshëm, mu marrë vesh, për momentin s'kena në fjallë merë, vetëm me rajtë së mbelqenë rajtë. E qa, vajza ju ka ardhur i ka takuar, ndërsa djali? Po, në kretë të 8 ditëve ka ardhë dhe më ka taku, jena marrë vesh me telefon, kena në pikën e takimit, kanë ardhë me makinë të komët edhe më janë nalë. Pa më vërshirë se vajza ka pas frikë se nuk më njef një fjallë, se kam pas ma tepër se 8 vjetë gjinës një fjallë. Se nuk e kam takue, nështë ka pas frikë se nuk më njef, sigurisht në burri e saj nuk njef këtë sakë, se si shtë në taku kur një të ndonë, kurse djali më të zeme më njef këtë një fjallë, ka ardhaj një fjallë, i sigur për me mjaftë një fjallë. Besoj që je emocionuar kur e ke parë vajzën pas shumë vitesh. Po është zotën, veç me më papo vetë me fjallë, nuk di me të shpre, vetëm me më papo vetë me fjallë, që nuk e di se si mu shpre. Deri ku të tjerë u dhonë dhe i shkretu që o vetë që po si u shkretu para vajzë. Të kështë marrë malli. Për që të, mi më di që shkërdi o detë mos, di që të shkërdi për gjana kodi mua. O më di që shkërdi për fëmijët me fjallë me që një knashe me fëmijët e me jetesën familjarë. Ku ka me fjallë dëshurimat madhën këtë jetë, me fjallë, nuk ka dëshurimat madhën këtë jetë, pa falje, pa pajtim me fjallë. Jënë gjanat me fjallë normale me fjallë këta, si dëshurjem familje, ku ka më të madhë se dëshurjem familje të jetë. Pasi u ndavi me vajzën, a ju tha vajza që do vitu takoj sërisht, a shkëmbeve një numër telefoni? Ja, nuk më tha në e gjanë, se të është edhe atë në ufta kanë paskuar në kofizome, nuk e di menimin atine, po për momentin, unë nuk u dava shumë i knashen për i tine, edhe ato u dava shumë knashen për i meje, dhe më vjen mirë. për që a i pa mësoj me fjallë, u larguan të shiftë me fjallë, si do mos dhamri, besenarisht, edhe kështu që
duan me ortana më ide tash me bë më vetë gjën e gjatë tash, po se rrakoj dikushi në pas se me fjalë, kanë thënë shumë fjalë të mira. Por djali Pjetër ka reaguar, djali Ja, për deri në këtë sekond ja. e pyete vajzën për djali, se ti do të dy një lloj dhe unë jam e sigurt. Po me thënë të drejtën tash nuk mujtë mi konsumu të gjitha më jetë tash, më thash don shumë kohë me fjalë mi konsumu të gjitha. Nuk ke parasysh tash 16 vjet të dom me kalamajt e në kalamajve punën e 16 vjet dhe nuk po ne konsumojmë për një orë dy. Ti do ta kuptosh këtë. I dashu Pjetër, mua më duket që tashmë është hedhur një hap i parë, shtyra i akulli, përderisa vajza pas ka shumë vitesh ka ardhur, të ka gjetur, të ka takuar. Unë mendoj që është shtyra i akulli dhe ta uroj me zemër që ju t'i vazhdoni këto kontakte me vajzën, me djalin dhe mos u ndash kurrë nga fëmijët. Tash dhe dhomën ka dashme po bën e gros me fjalë. Por një gjë konkrete nuk kam tash, nuk mund të flas një disha para kohë me fjalë. Ose me hamenja nuk e di se si të ta kuptoj shprehjen. Vesh po, kam marrë vesh se i kanë rruë emnat, qëp djali, qëp vajza, qëp nana tyne, për efekt sigurie. Ta kanë bërë me fjalë, jam interesu me fjalë me kujdes, se i kanë rruë emnat me fjalë të tre. I dashu Pjetër, në momentin që ti ke qenë në burg, gruaja me fëmijët ka ardhur dhe të ka vizituar. Në 19 vite të ka ardhur të ka vizituar? Po, ka ardhur. Por çfarë ndodhi? Sepse ajo në 19 vite ka ardhur në burg, të ka takuar, të ka sjell fëmijë, do të thotë që ajo të ka pritur. Por çfarë ndodhi në fund? A di si është puna? Ajo sa më këti hake hidem, këtë vtërsej duke, ajo binonet nuk ma ka, bërë qëf një fillë pjoku, një hake hidem njët në saj. A i do kuptue. Të kuptoj qarë. Pero, prej të sekund, që du t'i kuptoj mohabetet. Ajo, as ka pas hile, as ka pas mene mu do prej me, vetëm kur ishtë në do nga vdekja, se këta nuk e kena ndora sa nësa ja. Këtu e ka bon krejt gruja gjaksit, mi e fjallë në të në rësanat, mi a qitë frikën pëllës, mi e fjallë në qatë farë mënyre mi e fjallë që nuk ka burnonë që e hekë frikën. Gruja jeme me pa pas po këta 10%, zemën teme nuk e kishte e bon. Po nuk ashtë e thonë tash se nuk e ka kapacitetin. Dem se çdo femën ka kapacitetin vetë, çdo femën ka femna me fjallë qenë, zot na rujt me fjallë ma tepër se burri, po nuk jam në fojnë se tash e femën ashtë ajo tash e femna prisja është e plur, femna prisja është e plur se ti u tjeta merë një por, një dalë zatë një fjallë se e besoj se të më koptesh që shumë. Pjetër, por çfarë ndodhi? Si humbe ti kontaktet me gruan dhe fëmijët? Pra ti dole nga burgu, çfarë ndodhi? Po, qoftë me fëmijë, edhe këse rrallë që kam folë me vajzën, me fjallë që erdhëm takoj, këtë fjelbi sa te ke bo burg shumë, duke shumë të tejë shumë i mërzitën, unë i thash qipë, thash 18 vetë burg, e 3 muaj i thash që i kam bo, thash unë nuk kam qenë dërgjëm, 2-3 mishëm të tejë jam i mërzitën, thash unë s'kam qenë një qifë, thash, mi fjallë shqyqyrë se kam qenë burg, shqyqyrë se jam rrugër. Jo, prap mi fjallë, ishte e fiksume mi fjallë që ti je te për agresiv mi fjallë. Unë ndash besë, ndash pas e besë, është te për që ti që pa tjeta dome, tash 16 vjetë që kam dalë për i burgut, 5 gotë raki kam pi dhe 3 gotë aven, atë me pa qenë hetë në dërëshje të malkume, atës më kyshin po atëm. Unë pra, se kam pi rakin, e nësët se kam men me pi, edhe me u bojnë, më mirë nuk e vënim guj. Edhe si do me qenë pona, nuk mund t'i thamë, nënë s'kalamajve më fali, i morte se unë për të kam qenë të ishëm për më falë. Pra me pa qenë të shte, pianec, dohanxhi, drogazhi, e zhanat atila, hajde dhe. Po si ka pas këtë? Po ashe ka pas pushin si femen, edhe nuk kam qenë, nuk mund hi në tronin asaj të shte. E qartë, Pjetër, sa vjeç ke qenë kur dole nga burgu? 25. 25 vjeç. Në momentin që dole nga burgu, që do të me folë në gjuhën tonë, se na i thënë 45, po ti do të me thënë 25, se do të me kuptoj. Edhe nëse do ma thoshe ashtu do ta kuptoja, pa dyshim. Se unë e di që unë letrarë, se unë jem qikë në 76 të umarë me fjallë të ebratronin të në. E qartë. Zoti Pjetër, në momentin që dole nga burgu, çfarë ndodhi mes teje dhe familjes tënde? Pse familja të refuzoi? O të shtyf,
Azër me që një fjallë tranë të ashtë, si ti mohabeti, mi fjallë në shamata i ti odet, mi fjallë dashje pa dashje, mi fjallë, se kur më kanë pa, mi fjallë, kur kam dalën prej burgun, kam qenë i mërzitur, nëse kam një të ebra me, se si me qëtë një vend bona, më stabilizu me përvalu jetesën, jo kam qenë i qetë, mi fjallë, që sa kam dalë prej burgun, të bora me qëtë vendin e posë, mi fjallë, kështu, e kam vra tronin, mi fjallë, që si me qëtë njëra për me stabilizu jetën, ato kanë kujtohu se të ashti ka po gjithë këtë burgë, dhe dole jashtë kontrolit, gjithë gjo nga Afrika të ashti, se Afrika ka lje para 3 mnes, mi fjallë, doshe pa doshe të ashti, a po vrasja mrena gjakët një fjallë, ato kanë pas Parikë se hume i kontrolit, më ka dërgjot e ta 16 vjetë se kam hume kontrolit, se kam me hume kontrolit në gjallë, me më shku felja me shëm gjithë, se hume i kontrolit me fjallë, se nuk kam se si me e vra në kalamajve. Më pot, asë nuk më do të gjanë shamata më për shpëj, që s'më pëlqen shamata. Unë kam jetu me ta shata, s'kena po një herë shamat janë i me tjetërin, pësh mi e shpef këtë. Aso me ata se jeme muhe. Pra, ti po më tërgonë se momenti që Leqeli ndole nga burgu, bashortja juaj vendosi që të ndahesh me ju. Ju jeni ndarë me letra? Keni bërë divorc? Po, ajo, ju më shpenje për mund, dhe unë nuk i kundërshtoha për këtë arsye, se në shkoke për të dy po, të rruga tërmalet e poshme e fjenë për qikatat, edhe se sa me s'me sportodhat atë, se ne ju nuk ishte po me i marrë ndjekte, ka menu shumë gjana tjera me fjallë, edhe ma mirë mu tërhek me fjallë, mi hik kjeshes me fjallë, që unë kam tipin që i të hiku të kjeshes për me fitot merën. Kështu kam atë menimin. Pjetër, ti e pranove divorcin dhe vazhdove jetën tënde, por ajo që të dhëmbi më shumë në këtë ndarje ishi fëmijët, sepse ti pasi u divorcove me gruan, ti nuk i takove do të fëmijët, pra nuk pate kontakte me fëmijët. Dhe kjo gjithë ka dhëmë. Ja, kam qeni ditiru mu largue dhe jo ma largë, se mi fjallë unë vajzën e kam takue të shtonën, ditën e hana kam takue në kalamajve, po në 10 metrë që kam dalua, e ka ullë kokën, ka ullë kërit. Më ka njëftë, e kam një hapin, si kam baza, e kam shikue me vëmenje. I dashu Pjetër, unë dua të pyes, si ka qenë jeta jote në këto 16 vite pasi ke lënë qelinë e burgut, i vetëm pa asnjëri? Duke sikur të gjithë të praktisan. Jo ma lërë se 4-5 ditë, mi fjallë, para më ka ratë fik, mi fjallë, për kur jam shamë për tokë, mi fjallë, ajo kuptohet, pa 17 vjetë burg, 16 vjetë rrugash, 2 herë në ditë të harë boksat. Nuk ka shërë pa të ra, mi fjallë, tensioni, shneti, mi fjallë. Pra nuk ka buk, zbje gjomë, paljat mësëj. Për vajzën, për djallin dhe për nanë e tine, se më s'kam si me do nanë e tine, se nuk më ka dhe me zërtë kishë bëja, kam marron. Pra nuk bëhet fjesë. Nuk bëhet fjesa me zërt, as martesa me zërt, as jetesa me zërt. Pra fëmijët i kena sjellë jetë me fjalë, siç e ka thënë zoten të ashtu. Mund të shër shpirti me fjalë. Qof për fëmijë, po në nënën për tinë, nënën e tinë, s'kam si mi do ajo. Unë nuk jam baktie, vetëm baktia i do me fjalë. Zoti Pjetër, derisa ti je divorcuar me nënën e fëmijëve, unë nuk dua të të pyes më për nënën e fëmijëve dhe s'dua të flas më për atë pjesë. Sepse ti e ndarje, divorcuar dhe po ta përsëris, ajo që ty të lidh sot me atë grua janë vetëm fëmijët, se ju i keni dhënë fund martesës dhe ti e ke respektuar këtë gjë. Gjë mojteta, ti e besej se të ka qitë të rëzia në intervistat tua që i ke dhënë me shumë raste, ma thot menja sun. Po, pa tjetër. Ma thot menja se mu nuk ka qitë të rëzia me ti në gjë intervistat tua, se sa fëmi kanë lënë nënë e babë, kanë shku në korbet me i fjallë, që kanë pësu goditje psishike, kur e kanë marrë vesh se pse në do, me i fjallë prej nënë, se prej babës me i fjallë, janë shkatru me i fjallë. Pra të ashti, është një tishat, nuk është halli si kam vëmshuri vetëm për fëmijët, nuk kam për nënë. Se në ata ka linë nëna, nuk e kam gjithë në kushpetorinave. E ka qenë kompletu me norma. Pjetër, pra, është të shasin, nuk kam se si të ashti, vetëm me të ashtë një dhe me të ashtë nënë e tina, që kam thënë shumë njerëz me fjallë, ti i do fëmijët e nuk do nënë e tine. Nuk ka kuptim ai mohabet. Pjetër, të lutem, unë e kuptoj që ti vazhdon të ruash ende respekt për nënën e fëmijëve. Por, për ti dita e pun të ashti, se respekti shumë me respekt, ajo mu më ka respektu për kunur. Ajo për i se ka pas respekt. Në meja e ka vanë qatë respekt, ajo se më s'ka pas respekt për mua, jesë në kështë e prej. Pjetër, përderisa keni 16 vite që jeni ndarë, do të thotë që ti ke jetën tënde, ajo ka jetën e saj.
Dhe ky është një kapitull i mbyllur për ju të dy. Nuk ka një gjë se nuk bëhet tash. Si janë të ndodhur shumë gjëra që janë ju kanë ndodhur fatkeqësi me kalamajt, janë bashkuar prap. Për të thënë se do pak më qesu kalamajt. Por përderisa ajo zonjë i ka dhënë fund, ti duhet ta pranosh këtë gjë. Po tash unë nuk bëj gjë me zërtar se zonë nuk unë duhet ta pranosh. Do ta një. Por mua më bën përshtypje. Në momentin që ti dole nga burgu, u ndave nga gruaja, ti nuk je as i pari as i fundi që ndar nga gruaja. Si puna juaj ka plot raste. Kjo është jeta dhe ne duhet ta pranojmë. Si ka dashuri, ka dhe ndarje. Në momentin që dole nga burgu, pse nuk e vazhdove jetën tënde? Të punoje, të krijoje familje, pse duhet ta ndisësh kështu? Odeta, gjë motrash. 18 vjet burg, nuk kam qenë të hor 8 llami alton burg. Patjetër. Kam qenë hekra. Priti sekond, kam qenë hekra. Pastaj kam fletën për bunkierat i jashtë, herë 3 muaj të ushtronë sanatorium në Shkodër, Rafri Marja. 2 herë ditë të harë bukësat Rafshneti. Pra, unë nuk mund të bëha me fjalë, impi natyrshëm me fjalë. Kur të bje shneti, nuk ke ma fuqi me punuar. Pra, kur të hike kesh njeriu, nuk ka fuqi robi të shaje. Të mojtë vetën me shërbet. Ke parasysh që 3 robi 45 ditë me fjalë, pa bukë vetëm kur më kanë ardhur me fjalë, e më kanë gjetë me fjalë si të lamit me gjak me fjalë pushtrome. Më shpejt praktikisme. Me që të rëzije, montazhash në TikTok me fjalë, është 3 minuta zhinës, nështë montazhash, se më kanë thënë tjerë, që do habitësh dhe do t'je si shpamen, kur më kanë filmuajnë që zotë komplet shpejt praktikisme. Pra, nuk kam pasisi me vazhdu jetë, se Rafshneti. Kush dorë nuk ma dha, edhe ngela mbrapa rrugës. Kurse, për ata që do dash me thënë se ndoshta e ke, ndoshta se ke në menje, nuk e kam vazhdu jetën teme, për mu martu me tjetër kanë, kam pas ofertat shumëta, nuk u kam martu për këtë arsye që do këshin thënë fëmijët dikur, merë se nana e bani këtë gafë, po ti ke qenë ma guximtar, pse e ke prem besë nanën që e martue, edhe nuk e martu me fjalë që mos i bajmë marak fëmijët, sot nesër, mas nesër për kur i vjet dita. Kam pas variante, po s'kam tërë. Ti nuk krijove familje të re, sepse ke menduar gjithnjë që fëmijët e tu do të paragjykonin, që u martove me një grua. Do bëhen marak dikur, jo se eri shpirtin. Për mjë ose eri shpirtin nuk e kam marrë këtë moni. Kam pas variante, po s'kam tërë. I dashu Pjetër, ti dole nga burgu dhe ngele në situatë rrugë. Më tregove që ngelu pa ngrën, në përbunkier, je strehuar, por familja juaj, jo gruaja, ish gruaja dhe fëmijët. Familja juaj, motra, vlezër, kushurinj, askush nuk ju hapi derën? Kam 6 motra të e në martove në pondë vetër, por shajtë e me me fjatë, s'kam me fjatë, vetëm një që kam që më do me mishë më shpyrë. Aje me mërë në telefon, më pëtë si e ku je me shnetë, hajde muj, me fletë, edhe këto që shkoj me që ka i herrov, nuk shkoj me bezi, se aje më dë jashtë amaset, për tjertë nuk më dojnë për arsye se dojnë me ba pond këshia, unë pond e këshia, kur si bona, për gjithë dhe një vjetë jetë, unë një vjetë nuk unë një baj me vjetë. Kam qep me qenë sa ma i nërshëm, sa ma besnik, sa ma i pasën shpyrt, se mu nes me ba punë këshia, e homin më për respekt në najbeja, e kështë që mamja po uje heko keshë, se sa mëse veset e këshia. Pra ne e kështë që më kanë largu njerëzit, që mishë që gjabujem. Por, ti e vlaj vetëm, ke 6 motra dhe e vlaj? Unë kam 6 motra para veti, edhe unë jam maj fonit një kanë. Je i vogli i shtëpis. Asi nga motrat nuk të hapi derën kur dole nga burgu? Vetëm motra 5, mi fjale nana shtisi ka me vojzën teme, këse rrallë si më ka tako që të shkene muaj. Vetëm kjo, flas për momentin, jo, flas Pjetër për momentin kur ti dole nga burgu, që ngele në situatë rrugë. Një vjet pas i kam dalë për i burgut, mas e ne e pava me fjallë që isha i tepërt me fjallë, edhe kështë që diti roba vetë më u largu me fjallë që kur shefet e robi vranë në stërë, ditë e mishma me mu largu vetë, se sa me ta thanë kjo në ranë, dhe jam largu vetë, se e pava si isha i tepër, jam largu vetë. A keti kontakte sot me motrat e tua? Ja. Ato s'marrin mua, unë se kam numërin e tine, s'kam kam i madhë, dhe kështë që diri se s'marrim telefon, ato ti se e ponë se nuk ndujnë ka dera dhe nuk ju shkej ka dera. Pra ti dhe me motrat e tua nuk flet? S'kam se si të është me folë të ashtë, në telefon më nuk marrin. Me marrë ato, në registrojnë numërin një marrë në ata, ato s'marrin mu,
Unë tash s'kam kam i marrë ato. Sa vite u boj? Pra- Sa vite u boj që nuk flet me familjen tënde? Me motrat? Me motrat, me thënë të drejten, vetëm me një motër me fjalë, me motrën e tretë që komunikoj ka herë, rradh me vajzat e asaja dhe me motrën e punit me fjalë, e fëmijët e asaj që marrin prej Greqisë, kur kanë ata mundësi, me fjalë, Po. që me Greqi nuk ka mundësi unë, edhe me këtë tjerë me fjalë. Nuk doj me zërë të punë bajnë. Pjetër, janë ato që s'duan të flasin me ty? Po derisa s'marrin ato, unë s'kam ku me marrë numrin e atyne. Unë e kam marrë disa herë, edhe kam shi nomin, kam duku, ku t'jen punë të atine. Atë të marrën atë, unë e rui numrin, derisa atë s'marrën, s'kam kam i ashtu, mi marrë. Kemi të gjëru më të herë. Se ti je përshtypjen sikur të gjithë pas kanë braktisur dhe mua vjen keq për këtë gjë. Po të në gjë mu të ashte. Me bo me qeni kesh të të ndojnë të merë. Me bo punë këshia, jo nuk të dojmë si të bo punë këshia. Ta shqip këptu vetë ta shqip zjetin e muhabetit më jetit. Mu si të më shkatroje familja, mu shëm do tjeta. Ma me janë rrej rrugësh, e si ja kom shkelderni, ja kom lënë bukën, e si ja kom harë, kom dalë në bëjt me sans për jashta. Pra, ku më kanë ditiru me dalë në bëjt me sans për jashta, të shti, si kam ju shku të shkysh për jetë. Pjetër, ti sot... Unë nuk jam mosh me ma thënë fjallë në rani të jetë, unë kam nevoj për fjallë të mirë. Fjallë e mirë nuk dojnë me thënë, edhe kështë që jemi ditiru me ju hekë. Sot ti je i vetëm dhe besoj një mik, një shok që ke ai të përkrah. Vetëm një që më ka dalë me fjallë, mësi e kanë gjuhë me fjallë, edhe për i shoqënisë me fjallë, tërtorët e jeseme që kam hek me fjallë në vendinjën teme. Kur e ka marrë vesh me fjallë imësisht me fjallë, a im ka dalë ma të e përës me qënë la. Për efekt sigurie, që nuk kam qep me donatë të spërkuj, Jo, patjetër, nuk kemi pse nuk kam nevoj me kolmajt. E kuptoj, një person, një miku juaj ka hapur derën dhe ju ka ndihmuar dhe ju mbështet. Dashamer jemi, nuk kam lidhje misi me ta, vetëm dashamer. Po pra. Ka shpreh dëshirën e vetë shpirtërore dhe asesa ma gjë. Nuk mund të flas. Do të më kuptu muhabetin një, se nuk do të më folë do fjallë që nuk lirë. I dashur Pjetër, mua më vjen shumë keq për historinë e jetës tuaj, që jeta juaj ka përfunduar kështu. Ka nisur keq dhe ka përfunduar keq. I ri, u martove, pas 2 viteve martesë, re në burg, dole nga burgu, humbe familjen, sot je i vetëm dhe gjithë ajo që ti kërkon është që të mos humbasësh të paktët kontaktet me 2 fëmijët e tu, me vajzën dhe djalin. Vajza ka ardhur ka takuar dhe mua më bëhet qefi. Uroj dhe shpresoj që... Jo, ka ardhur. Në krejt 8 ditë dhe ka ardhur më ka taku. Kena komunikuar me telefon, edhe kena rënë pikën e takimit edhe jena takuar. Dhe më vjen mirë. Uroj që kjo gjë të ndodhi në ditën në vijim dhe me djalin. Të takosh dhe me djalin. Nuk mund flas me fjalë se llogorite, ma kanë thënë në telefon me fjalë tjerë që një person e ka zërë rompi opinion e komentave, nuk e di se si e ka tonë në telefon të me preke, që e kanë gjuhë me vëmenje me fjalë intervistën teme, fjallët e mija, nuk e di se ku ka fjallët e mija, i ka thënë Shqip me fjallë që do të me amarë me fjallë një praktikisht në net këtë punë dorë, me i pajto me kalamajtë me grunë e vetë, me bon jetës normale, edhe në këtë mes me i pajto me gjaksin që mos ketë probleme në të ardhën në një fjallë që t'jetë që të 2 polë. Që mos të asarohen me fjallë njerë vasipër me fjallë me pas fëtishë të hapë për veprime trana gjatë jetës. I dashur Pjetër, patjetër, është drejta juaj të kontaktoni me njerëz të tillë për të bërë këto ndërmjetësime. Ja, këta jo se më kanë me preft një fjalë rrumullak me 6 korrekt vjet një fjalë punë një viti. Unë dua edhe më ka shku puna për më vra me ta dhe nuk lidhe me ta se janë njerëz zot na rujt në punë të fjalë këshia të këtë se do me rujt fjalë. Unë dua të t'jap një këshill. Duke ditur që të kam takuar dhe vetë personalisht, jemi të dy së bashku në këtë live, gjithë një qëllimi këtij live jo është që ti të lidhesh kontaktet me fëmijët, ti je baba i tyre. Por unë t'i jap një këshill. Respekto nënën e fëmijëve, nëse ajo e ka marrë këtë vendim përfundimisht deri në fund të jetës së saj që nuk do të vazhdojë jetën me ty, ka dhënë fund kësaj martese, respektoje këtë vendim. Keni 16 vite të ndarë. Dhe nësa jo do ishte bërë pishman, do ishte kthyer, por në 16 vite ajo nuk e ka kthyer kokën kur pas të këty, që do të thot i ka dhënë fund kësaj martese,
dhe ti duhet ta respektosh. Nëse ti ke respekt për nënën e fëmijëve, respekto vendimin e saj. Dhe jam e sigurt që fëmijët e tu do të duan më shumë ty si baba kur ju respekton nënën. Ti jeni një moshë që sot ke nevojë për njerëz. Sa më shumë vitet kalojnë, aq më shumë do të bien fuqitë dhe energjia. Prandaj unë të pyeta, pse nuk e kishe krijuar një familje që do të duhej. Kur njeriu kalon të 60-tat, vete të 70-tat, jeta bëhet më vështirë dhe duan njerëzit pranë ti ken. Ti nuk e krijove familjen për herë të dytë. Sot je i vetëm. Nuk e kam kriju pra për shketpon pra se fëmijëve ju theret shpirti. Unë nuk do më u therë shpirtin fëmijëve i Po, por unë jam e sigurt që nëse do kishe krijuar familjen tënde, në asnjë mënyrë janë të gjëra delikate. Unë për efekt, prit, në gjë mos i kam 2 ditë, i kam gjallë të një më shpen. Me bëmë të kalëzu të historinjat veçanta për shtë lidhje, martesat pytet, mi fjallë, mu do me njërën, mu martu me tjetër, ti të lunë ka po kuj kokës. Jo, unë i thamë ka po kuj kres, prit. Unë i thamë ka po kuj kres, po në te po thamë ka po kuj kokës. Pra janë të gjana tepër delikate si të shëditësh me bëmë të rëpur të gjana të forta. Pra nuk lejohet se kanë kalu e fëmijët në shpen ti. Pjetër, të lutem. Kanë kalu fëmijët në shpen ti me këtë gjana. Pjetër, të lutem. Ti nuk je as i po i kam me fakte më jo ditë, i kam me fakte këtë gjana. Pjetër, të lutem. Ti nuk je as i pari, as i fundit në këtë rruzull toksor që je ndar nga gruaja. Janë të shumt ata burra që i kanë dhënë fund martesës. Janë të shumt ata burra që janë rimartuar dhe kanë krijuar familjen. I lën këto që thuaj ti se për mua nuk vlejnë. Okej, është e drejta jote, ti nuk doje të krijoje familje për herë të dytë, është e drejta jote. Por unë të jap këshillën që respekto vendimin e nënës së fëmijëve të tu, mundohu t'ja dalësh dhe mundohu të riafrosh fëmijët, ti kesh pranë vetes. Të paktën mos u mbasësh fëmijët e tu. Kështu që unë të uroj gjithë mirat e kësaj bote, historia jote më ka prekur sinqerisht dhe ndaj e mora guximin të fusja sërish në kanalin tim privat YouTube, o të ta du me mandro këtu live me Odetën, gjithnjë për të përcjell mesazhe të forta për fëmijët e tu, të cilët janë ndërgjegjësuar dhe vajza ka reaguar. Uroj dhe shpresoj që ky live mos t'i preki ata shpirtërisht, por ta kuptojnë gjithë qëllimin dhe thelbin tim në këtë live. Uroj që edhe ti të jesh me këmbë në tokë dhe të bësh një baba i devotshëm për fëmijët e tu. Ne do bëhemi bashkë në kontakt. Po bukur, ko një 5 minuta, i thënë të fjallë të forta, apo dë me emisioni, si e ke qarë kontakt? Pa tjetër, ti japë kohën e dur që të dëgjoj dhe 5 minutat e fundit. Të llogaritë, kur jam feju me shketbinane, llogaritë nuk ma kanë lënë shkosin për më ardhë me lëshku shenjë. Edhe krushkën e parë, jati i shti si kam vronë, ma ka bloku për me s'përshku me marrë nosën një fjallë në Korspull. Edhe shoferin ma kanë blokuar për me s'përshku me marrë një fjallë. Pra i kanë bërë të gjitha përpjekjet një fjallë, se si mes mu bashku i herë me ta. Kër e kanë bërë jem të kalu jetën me ta, në shatë mënyrë si nuk i zhinët punë shuaj që mbi këtë tupë me shatë themen, pra të ashtë janë një dësham një fjallë, me në lujt me një akres, qoftë mu, qoftë asaj. Unë kam shumë gjana e te o ditë, po te nështë nuk e mundësi për mi konsumu me fjallë. Pjetër, kjo është e shkuara jote, ndoshta mund t'jetë kështu e vërtet, e shkuar e hidhur, ke vuajtur, ke përjetuar gjitha këto, nuk i vë në dyshim, por tashmë e gjithë kjo mbetet një e shkuara jote. Ajo ka ngelur pas, dhe ti sot duhet të shikosh përpara. Je 61 vjeç, po vazhdon rrugëtimi në këtë jetë i vetëm, ke 2 fëmijë. Sikur jetëm po, vetëm qyqe. Dhe prandaj më vjen keq, dhe prandaj po t'i jap këto këshilla me zemër të pastër. Shiko rrugëtimin dhe bëj përpjekje. Po te në gjë mua. Bëj përpjekje. Ka jeta njerëzimit për smrakti, për derisa gjithë i lloj sistemi në vletën e kënej, ligjet për smrakti do të bie jeta njerëzimit për smrakti. Sekurator. Ai do po të më gjithë zëza për këtë jetë. I dashur Pjetër, pra çdo gjë ato për smrakti.
Mua nuk më pëlqen gjë për sprapti, unë do më ujt qeshës me fitu të merë. Pjetër, mos të hymë këtyre temave, sepse si ti dhe unë... Jo, është një tishat, nuk ka pona si jam të hiqin e tema të ashti, do të me di se pse kanë nërë këtë zhana të ashti, pse kanë nërë këtë zhana të ashti, jo për me jesë, unë nuk e kam tratue. Me pa tratu, po. Pjetër, të lutem, ti je i divorcuar, dhe ky kapitull është mbyllur, pranoje. Ti e ketë vështirë ta pranosh, me sa kuptoj unë, por lufto me vete dhe pranoje ndarjen. Kjo gjë ka ndodhur. Mos kërko më rikthim kur ajo nuk do. Kanë kaluar shumë vite. Ti sot mendo vetëm për fëmijët, mendo për veten tënde, për rrugëtimin tënd dhe për 2 fëmijët. Ajo i ka dhënë fund kësaj gjëje. Ti duhet ta pranosh. Dhe nëse i do fëmijët e tu, ma beso, respekto vendimin e nënës së tyre. Nëse ti respekton vendimin e nënës së tyre, ata do të duan dhe do i kesh gjithmonë pranë vetes. Ma beso këtë gjë. Të shio e det, ti e re me krasimin e mburës teme, ju keni tjetër mentalitet një fjallë të zonë suj, na kena tjetër tipare. Unë të respektej si njeri i të shtesë, unë nuk në të tasë fjallë dhe ashtu se kom priksim keq kopten. Unë jam bëllë i sforcohum, nuk kam nevoj me mosh prap në mënyrë, se ti ke qëtësin tane, po unë jam i sforcohum njët. Edhe nuk kam nevoj me hum kontrolin. Edhe unë kam raport të që kam një dunja me halën shpen. Pra nuk ka një lojë që e dikë, që nuk ka ku kramollë që është në vend vetë, që unë jam me një fjallë për të. Unë të falenderoj që të pata në këtë live dhe të auroj me zemër. Të bashkosh me fëmijët e tu. Faleminderit se jasim ke marrë telefon. Faleminderit se me more intervistën për edhe të lumt edhe për të tjerë që ju një mën me fjalë sa të pak mjë zhjith hallet të kësaj natyre për çdo lloj. Sigurisht falenderoj dhe të përshëndes nga Tirana. E kalosh sa më mirë o të. Përshëndetje dashumish dhe mirë se erdhët në këtë video, jeni live me Odetën. Ditën e sotme me live-in tim ne do shkojmë në Itali, unë do hap dritaren për Skënder dhe Aleksandra Binçe, të cilët do të rrëfejnë historinë e familjes së tyre, pasi fatkeqësisht Skënder Binçe ka humbur çdo kontakti me vllajën e tij tetorin e vitit 2017 me Agim Binçe dhe me gruan e tij Xhevrie Binçe. Agimi 77 vjeç dhe gruaja e tij Xhevrie 75 vjeç sot janë larguar nga Shqipëria përpara shumë vitesh dhe kanë jetuar në Lyon të Francës. Tetorin e vitit 2017 ata kanë ardhur në Shqipëri, janë larguar sërish për në banesën e tyre në Lyon dhe nga ky moment Skënderi me bashorten ka humbur kontakte dhe nuk din se çfarë ka ndodhur me fatin e tyre. Unë hap dritaren dhe ftoj çiftin Binçe për të dëgjuar këtë denoncim dhe gjithnjë me shpresën për të mësuar se çfarë ka ndodhur me fatin e Agim dhe Xhevries. Skënder dhe Aleksandra, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje edhe për ju. Jemi së bashku në këtë live, pasi fatkeqësisht Skënderi ka humbur kontaktet me vllajën e tij me Agim Binçen, që prej tetorit të vitit 2018, por jo vetëm me Agimi, por dhe me nusën e Agimit. Pra, nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e të dyve. Si Agim Binçe dhe nusja e tij Xhevrie Binçe, tetor 2018 nga Lyoni i Francës. U bën 6 vite që nuk dini asgjë, nuk keni asnjë informacion. Asnjë informacion. Ne kemi qenë 2 herë në Francë, në Lyon, kemi nejtë edhe javë, kemi kërku në gjitha institucionet, nuk në dhanë asnjë përgjigje, nuk japim përgjigje në thanë. E kuptoj. Që është gjalla vdek. Kemi takuar edhe njerëzit e asaj, nushes vetë, ne nuk i njihshim faktikisht. Njerëzit e Xhevries. Ato thanë, për qenë janë gjallë, ajo, goca, vllajt vetë. Edhe Xhevria nuk ka kontakte me familjen e saj, e kuptova qartë, Aleksandra. Por Jo. Dua të pyes. Ato treguan faktikisht kishin pas sa debate me Xhevrien për probleme shtëpie. Edhe nuk dim gjotha, nuk e kemi parë më aftë. E qartë, ditën e sotme unë do t'ju bëj pyetje dhe do mi tregoni të gjitha ato që dini për historinë e çiftit Binçe. Skënder, dua ta nis me ty. Çfarë ndodhi tetorin e vitit 2018? Domethënë, si humbe ti kontaktet me vllajin? Dua të ma tregosh këtë moment. Po
Po, erën e fundit, Vit për vit, u takonin. ne shkonim aty dhe u takonim bashk, vit për vit. Po, Erën e fundit, unë dam, na dha numrin e adresës numrin e telefonit. Po, nga që i thash unë, kam qef vim Francë, thash të më qof Francën. Po, tha, ma jep adresën, thash të vit takoj. Mirë, tha, ma dha adresën, eksakt ma dha adresën, e sakt ishte, se me atë adresën unë e gjeta shpinë ati. Shkume e gjetën. ju për herë të fundit jeni takuar Skënder me vllajën tuaj me Agimin në çfarë vendi? Në shpinë. Në shtëpi, ai ku për në Francë, ne ikëm për në Itali. Pra, Jemi takimi- takuar në fundit. Jo, era fundit ka qenë kur tha ka humë Xhevria. Nuk dishim gjonë, ne ishim në Itali. Era fundit, ka qenë i vit përpara. Pra, që ta kuptoj qartë dhe unë, takimi i fundit ka ndodhur në shtëpi, bëhet fjalë për në Shqipëri. Jeni takuar në Shqipëri, Po, në Tiranë. ne jemi takuar në Shqipëri. Po, Rasti i fundit, na thot kunata që është në Shqipëri. Kam qenë ke Gimi dhe më ka thënë nga humbur Xhevria. Praktikisht me thanet e njerëzve se ne nuk i di mirë, me të pyetme, na thanë që Xhevria ka ikë në Francë. Ishte nis edhe Agimi, pastaj mbas Xhevrijes ishte nis dhe Agimi në Francë. Për këtë ka bërë dhe një denancim Agimi. Në Shqipëri, po, në Shqipëri jemi taku. po ku kishte humbur Xhevria? Se ka humbur në fillim thoi gruaja, pastaj ka humbur Agimi. Po, Siç thonë, edhe ki denancimi që ai kishte bërë ke policia Shqipërisë, se ne s'kemi qenë Shqipëri, kemi qenë Itali, e lexoi policia. Ai kishte denancu që kishin shkuar ke autobusi për të nisë në Francë. Aty, kjo ka marrë autobusin, ky ka qenë më mbrapa, autobusi është nisë. Se kapi autobusin. Ajo ka ikë me autobusin për Francë, kurse ky ka ngjitur në Shqipëri. Janë të deklaruar polici. I ka deklaru ky ke policia, Agimi. Pra, Xhevria është nisur e para, sepse ata janë një moshë, le të themi, që kanë hyrë në moshën e tretë, dhe prej vitesh vllai jot menusen Skënder ka jetuar në Lyon të Francës dhe vinin çdo vit për pushime në Shqipëri. Dhe tetorin e atij viti, thoni ju 2017, jeni takuar dhe më pas jeni ndarë. Ata do niseshin për në Francë, ti do niseshe për Itali, aty ku jeton aktualisht. Dhe ka ndodhur një incident, po më tregon që momenti që Agimi është nisur me Xhevrien drejt stacionit të autobusit për të marrë autobusin dhe për të udhëtuar drejt Francës, Xhevria është nisur e para, Agimi ka mbetur në Shqipëri dhe Agimi ka bërë denoncim në polici për humbjen e gruas. Po. Por që ajo ishte nisur në Francë dhe i dyti është nisur Agimi dhe kështu janë bashkuar bashk të dy. Këtë se dim ne. Tash nuk e dim që janë bashkuar apo si janë bashkuar. Po me dëgjumet e njerëzve po që atëherë nuk jena pama. Që atëherë në 2017 ne s'jemi pama. Por mund të më tregoni çfarë ju tregua në vitin 2017 në takimin e fundit, çfarë të tha vllai menusen? Që asgjë, ne u takum, ai tha kam qenë i smur me diabet, ishin këmbët i kishte të fryera, vunte nga depresioni, të dy vunin nga depresioni, kështu më thanë, marrim ilaçe, unë faktikisht i pyeta që atje merr një pension, si unë mbajnë po, tha kemi shtëpi, jam me pasaport franceze, i tash unë ma tregoj pasaportën franceze. Na japin një pension, tha, që jetojmë. Kemi dhe shtëpi. Edhe unë i thash, po mirë i thash, na jep adresën që të vi takojmë, ku të bëjmë i mbarë të vi të takojmë në Francë, i thash, se kam qef të shikoj dhe unë Francën. Po, tha, hajde, tha, e më tregovi vëndin është kështu, është i bukur. Po një numër telefoni, nuk morë të vllajt? Numrin e kishim, po s'ta u përgjigjte Agimin atë numër. Nuk përgjigjte fare. Kishin një telefon vjetër të vogël ato, faktikisht. Dhe ne shkum aty,
Po. Ke shkalla agimit, edhe Iran zilës... Pra, pasi ti humbe kontaktet, Skënder, që ti jemi edhe të qartë për publikun, pasi ti humbe kontaktet me vllajin, vendose pas disa kohësh të niseshe në Francë dhe të vije tek ajo adresë që vllai të kishte dhënë. Po, mund të ma tregosh udhëtimi që bëre drejt të Francës dhe konkretisht në Lyon, aty ku jetonte vllai juaj. Shkuam në shtëpinë e atij, Iran zilës se na tregoi një maroken, si dilshin emrat e këtyre banorëve aty. Na ndihmoi një që edhe doli emri Binçe Agim. Iran ne asnjë. Te citofoni. Na vin me citofoni. Po. Pastaj kalojnë këto komshiet aty. Na than, I thamë që su mershim vesh, po e kuptuar ato është vllai im, I tha shumë. Edhe kam ardhur me taku. E tha, ja ku janë letrat, zarfet e dritave të ujtë, se që I vishin aty. Faktikisht të drejta, shpinë e kishte aty, ishte sakt. Faturat e dritave të ujtë I kishte aty ke posta. Ke posta dera ishte mbyllur. Edhe kjo komshia punon të vigjile. Na pyetje, çfarë keni, kam vllata, ky kam ardhur ta takoj. Tha kanë kaq kosa që nuk I kemi parë më. Ka 6 muaj që si kemi parë. Tani kur tha, në Albania. I tham ne po vim nga Albania, nuk janë. Megjithatë ne morëm prapë telefon. E qartë. Shqipërinë, edhe na premtoi, ajo na premtoi, po më fal, Odeta, përpara se ta ndihmonte na tha Agimi, nëse nuk vjen për një vit këtu, ke shtëpia ja sekuestroj. Se e kishim bërë, domethënë afër shtëpinë unitet, na futi edhe mrena ajo, pini kafe, ishte me të shoqë. E qartë. Dhe tha ju ndihmoj, tha. Të nesmen na morin, na çoi policia, për denuncimin atje. Kjo hyni mrena aty, nuk takoi atë shefin e mod, tha nuk është ai, tha. Unë do t'ju ndihmoj, ju ikni ata me që e keni prej biletën shkuar, edhe dëgjoj me telefon, vetëm më qo I qik dokumentat që ti e ke vlla. I gjeti. Unë dua t'ju bëj një pyetje. Skënder dhe Aleksandra, ju çfarë viti udhëtuat drejt Lyonit? Në 2019 për herë të parë. Atëherë, është shumë e rëndësishme. Çfarë muaj ka qenë 2019, nëse ju kujtohet? Unë kam biletat ke dosja, se kam dosjen aty. Ka qenë verë, vjesht 2019-s. Edhe një herë nëntor? Tetor nduket të 2019-s. Sepse është shumë e rëndësishme. Nëse ju keni shkuar në tetor të vitit 2019 dhe keni takuar fqinjët e Agimi dhe Xhevrijes dhe ata ju kanë thënë që kanë 6 muaj që janë larguar, do të thotë që në 2017, kur ju humbët kontaktet, ata kanë mbritur shëndoshë mirë në Lyon, në shtëpinë e tyre, dhe kanë qëndruar aty deri në fillim të vitit 2019. Besoj se po. Po, se derisa tha ajo para 6 muaj. Ato aty se shtëpinë kishin aty ato, po si ishin këta të dy. Por morët vesh ndonjë informacion kur ishin larguar, kishin thënë diçka, si ishin larguar ose çfarë jetese bënin, asnjë gjë tjetër. Dhe radhën e dytë, shkum unë, Nusja edhe Quni. Po. Zum hotel atje, dhe e fillon ku merrte pensionin, ku ke spitali atyre që janë rregull, se psikiatria. Në 2019, Odeta më fal. Në 2019 ato kanë qenë të shtruar në spitalin e psikiatrisë. Se I doli emri ke lista. Që do të thotë, tetorin e vitit 2019, kur ju shkuat në Lyon, në Francë, dhe ata nuk I gjetët në shtëpi, ata mund të kenë qenë të shtruar në psikiatri në atë kohë. Përderisa ka dalë emri, që kanë qenë të shtruar në 2019 në spital.
Ne faktikisht pyetëm aty ke informacioni. Po. Ka të shtruar në këtë emër këtu, na ndihmoi një shqiptar që na i përkthente, çfarë përkthente ai se ne s'dinim gjuhën. Po. Dhe ato thanë që ne nuk japim përgjigje që është gjallë apo vdekta. Nuk mund t'japim asnjë përgjigje. Pastaj Si s'ne dhe thash, unë e kam vlla. Si s'ne di përgjigje ku jo. Shkum dhe ke komuna. Edhe policia. Shkum edhe ke morgu, siç na çonte ky shqiptari, se ne nuk i dinim venet. E qartë. Meraku na dhe frika se... Me pyet për emrin e agimit edhe të asaj. Unë e kuptoj, Meraku në fund fare ky shqiptari njifte njerëzit e asaj grus agimit. Të Xhevrijes. Po, të Xhevrijes, që ky Xhevria ka pas një vlla atje, i vlla i kishte vdekur, kishte niprit. Po, Goca vllajt, çuni vllajt. Po. Ky i telefonoi ky shqiptari që njifte, edhe u takun ke një klub. Se ne nuk i njifshim faktikisht. Pra, edhe i tham, unë jam vllai agimit, i tha, unë jam nusja. Tash unë si ka mundësi ju këtu dhe nuk jeni takuar me agimin, nuk dikeni asnjë përgjigje ku gjendet ky. Se sado ajo e kam, duhet ta di për shembull ku ndodhet halla, o në spital, o është gjallë, o është smur. Ne nuk flasim tha me ato, kemi pas shumë debate. Kishin një konflikt ato ti po Xhevria, po më tregoni që Xhevria, gruaja e agimit ka pasur konflikte me familjarët e saj. Konflikte, po, na thanë. Kjo i mori shtëpinë të vllajt, ja ka shit, nuk dim gjo, edhe ato ishin e gërsu, edhe ne i kërkojmë, thanë ato, sepse na kanë morë shtëpinë, po s'dim se ku është. Probleme shtëpie kishim, po ne nuk i ndërim shumë se nuk i dim këto probleme. Nuk i njohim mirë. Skënder, për shkak të këtij konflikti, mendoni që mund të jenë të larguar nga shtëpia? Duke shitur shtëpinë e vllajt, ka marrë sasinë e parave, zonja Xhevrije dhe është detyruar që me agimin të largohet, të ndroj banesë se frika sa mos i gjejnë, e keni menduar që mund të jetë ky dhe një shkak largimi tyre? Edhe kemi menduar. E kemi mendu çdo gjë, kemi mendu, po ku e din asnjëris të jep kështu, eksakt. Më lejoni që t'jap dhe një herë të dhënat e vllajt dhe të nusës së vllajt Skënder. Agim Binçe është 77 vjeç sot. Vendlindja Tiranë ka humbur çdo lloj kontakti me familjen e tij nga Lioni i Francës tetorin e vitit 2017, më the. Ndërsa bashortja e tij quhet Xhevrije Binçe, ajo është 75 vjeç sot, edhe ajo vendlindja Tiranë ka humbur kontaktet një lloj si bashkëshorti i saj tetorin e vitit 2017 nga Lioni i Francës. Bëj thirrje gjithë shqiptarëve që jetojnë në Lion të Francës që e kanë njohur çiftin Binçe, Agim dhe Xhevrije Binçe, janë të lutur që të lidhen me mua pasi është vllai i tij zoti Skënder dhe kunata Aleksandra që po e denonsoj këtë histori dhe duan të mësojnë të vërtetën se çfarë ka ndodhur me fatin e të dyve, Agim Binçes dhe Xhevrije Binçe. Ndërkohë Skënder dhe Aleksandra, ju po më tregoni që keni shkuar 2 herë në Lion të Francës, jeni interesuar dhe në për institucione, keni shkuar në spital, në morg, në komunë, nuk keni marrë asnjë përgjigje. Por nga spitali keni zbuluar që viti 2019 ata të dy kanë qenë të shtruar në psikiatri. Dhe ju e keni ditur që ata kanë pasur probleme. Na kanë aty ke informacioni. I doli emri Agim Binçe që ka qenë i shtruar këtu, tha, në këtë vit. Pastaj, jo, tha, nuk ka ardhur më. Ndërkohë nga komuna nuk morë do të qoftë asnjë detaj për fatin e tyre. Jo. Asnjë jo. Nuk na thanë asgjë ato. Edhe aty ku merrte pensionin. Nuk i shkon 4-5 vene shkon. Shkon te policia, edhe policia këtë nuk e kuptoi. Ky është vllai vet. Edhe ato vllain. Si mos t'i japin një zgjidhje që ta gjejnë, a është gjallë, a është vdek. Edhe policia atje nuk ishte shumë, jo, tha, ne nuk japim shpjegim. E dashur Aleksandra. Na thoshte ai shqiptari. E dashur Aleksandra. Na thoshte ai tash se si thoshte ai.
Si ka mundësi vllai, mos të di ku është vllai. Aleksandra dhe Skënder, unë dua t'ju shpjegoj. Dua t'ju shpjegoj këtë situatë shumë veta ma bëjnë këtë pyetje, si ka mundësi që policia nuk na e përgjigje kur bëhet fjalë për një person të humbur. Agimi me Xhevrien kanë pasur në shtetësi franceze, kanë qenë të pajisur me pasaportë franceze. Dhe jo vetëm në Francë, por edhe në Shqipëri, në të gjitha vendet e botës, kur i ke kaluar moshën 18 vjeç dhe nuk ke probleme me drejtësinë, me policinë e atij vendi, nuk lejohet nga policia t'i japi të dhëna për vendodhje dhe të Bravo, këtë nuk kanë edhe ne, edhe këtë na i thanë ne. Ne nuk mund t'japim dhënat, ai nuk është minorenca, është maggiorenca. Këtë po ju shpjegoj dhe unë, që nuk lejohet nga policia që t'i japi të dhëna për të preki privatësinë e askujt, i cili mund t'jetë larguar në mënyrë të vullnetshme, por duke menduar moshën e tyre, ju keni frikë se ndoshta mund të ndodhen në spital, nuk mund t'jenë në një gjendje të mirë, mund të ndodhë diçka e keqe me fatin e tyre. Ju e dyshoni këtë gjë? Po, dyshoj. Drita më fal. Ne shkuam edhe ishte një institucion, këtë radhë që na ndihmoi ai shqiptari, se ne nuk i dinim, ishte si punë azili, që rrinin këto njerëzit që nuk kanë njeri. Shtëpia e të moshuarve, e qartë, e kuptoj. Po, edhe na çoi ky, shkuam aty ke informacioni, këto thanë, ne nuk mund t'japim informacion për këtë person. Edhe mund t'jetë këtu, edhe nuk është tha. Po ne nuk japim informacion, ulla i burri tha, po është vllai vet ky tha me dokumenta, t'japim dokumentat, jo nuk t'jap shpjegacion. Jeni munduar të lidheni me ambasadën tonë në Paris? Unë jam munduar Odeta shumë, edhe biles kam bërë një kërkesë ke ambasada albaneze. Me një avokat, pagova dhe avokatin kam paguar në Tiranë, që ma bëri avokati se unë s'dija vetë. E qartë. Edhe nuk ka kthyer asnjë përgjigje. Ajo ja ka thënë ambasadës. Ja ka thënë si ka kthyer përgjigje. Si ka kthyer përgjigje ambasada. Skënder dhe Aleksandra, do ta nis me Aleksandrën për ta mbyllur me zotin Skënder. Nëse ndodhen diku, ndoshta në moshë okej, 77-75 vjeç, ne themi moshë madhore, po nuk është një moshë madhore shumë e madhe. Unë ato ishin të smur, nuk mund të jetonin vetëm. E ditë se themi që ishin të smurë, edhe i besoj gjitha gjonat që mund t'i ke nodhë ati. Sepse ai ke shkalla, thoshte për njerëzit atë komshien, kjo është hajdute, kjo është spiune, ai ky qunit do me vjedh shpin, vishin gocët e ati shokutin nga shkolla, për ty në shpi, ai rrite ke dera i thote, ku e ke shpin ti? I ki thote se është, nuk ke shpi këtu ti. E kuptoj qartë, gjendja mendore. Ato kishin... Gjendja mendore e Agimit ka qenë e rënduar, e kuptoj këtë qartë përderisa ai ka përfunduar në psikiatri në vitin 2019 dhe ju e keni zbuluar vetë këtë gjë. Por ndoshta kanë përfunduar ndonjë qendër, shteti francez është kujdesur, mund të jetë në një psikiatri, mund të jetë në një shtëpi të moshuarve, ne nuk e dim çfarë ka ndodhur me fatin e Agimit dhe Xhevries. Janë të dy bashkë, janë të ndarë, njëri jeton në një qendër, tjetri në një qendër, ndoshta diçka mund të ketë ndodhur me fatin e tyre, por unë dua një mesazh të përcjellni. Aleksandra, e nis me ty për ta mbyllur me Skënderin. Kush është mesazhi juaj, Aleksandra? Mesazhi im është, Odeta, ju lutemi shumë të gjithë institucionet ku janë, e kus janë që ta kërkojnë te person të dy si çift, se është gjunaf të humbin dy persona mos i dim ku gjenden. Ky është mesazhi im, ti gjejmë sa më shpejt që ku janë. Ta ndima janë gjallë, janë deka. Unë jam gati të nisem që tani ti marti sjell këtu ku jam vetë. Skënder, mesazhi juaj. Mesazhi im është kjo që e kam thënë dhe herë tjetër, që çdo në njëri që e di se ku është Agimi, mund na çojë në aber ose juve
pastaj unë jam burr, nuk jam kalamo, e kam thonë dhe e them që në qoftë se më japi i xhevap se ku është, unë do t'ja shpërblej atij njeriu që më ndihmon. E kuptoj. Uroj të zbulohet kjo e vërtet Skënder dhe Aleksandra, të mësojt e vërteta çfarë ndodhi me fatin e çiftit Binçe, Agim Binçe, se e theksoi 77 vjeçari nga Tirana, i cili ka humbur së bashku me gruan e tij, Xhevrie Binçe, e cila është 75 vjeç, edhe ajo nga Tirana. Çifti nuk ishte sjellë në jetë fëmijë, prej vitesh ishte larguar nga Shqipëria dhe ishin vendosur në Lyon të Francës, jetonin në këtë shtet ku ishin pajisur dhe me pasaportë franceze, por fatkeqësisht tetorin e vitit 2017 kanë humbur kontaktet me familjen e tyre, si Agimi me familjen e tij, por edhe Xhevria ka humbur kontaktet me familjen e saj. Kush i njeh, kush ka informacion, le të na kontaktoj, pasi është Skënderi me nusën e tij që janë në këtë live me mua, po e denoncojnë këtë histori me shpresën për të mësuar të vërtetën. Skënder dhe Aleksandra, ne do mbetemi bashkë në kontakt. Çdo informacion që do vi patjetër do t'ju përcjell dhe uroj të zbardhet sa më shpejt kjo ngjarje. Ju falenderoj të dyve dhe ju përshëndes nga Tirana. Odita, të falenderoj shumë. Odita, më fal, do të them edhe këtë të fundit. Po. Se ambasada jonë shqiptare është në Paris, mund të na ndihmojnë, ambasada mund të ndërhyjë gjithandej. Që t'i gjejmë këto dy persone. Dhe bëre mirë që e theksove këtë gjë. Një thirrje edhe për ambasadën tonë. I kam quar, kam kapur avokat, edhe përgjigje nuk ka kthyer ambasada jonë. Për çfarë është ambasada jonë atje në Francë? Që i përgjigjet popullit, se ne kemi nevojë, gjuhën nuk e dim që ne shkojmë atje, gjejmë njerëz, që gjejmë në rrugë, do marrin të na i përkthejnë. Uroj të bëhet më e mira, të zbardhet kjo histori, kur them të bëhet më e mira që ata të jenë më mirë, të jenë në jetë, mos këndodh diçka e keqe me fatin e tyre. Ju përshëndes. Faleminderit shumë. Mirupafshim. Mirupafshim, faleminderit. Kjo ishte historia dashumish që dëgjuam ditën e sotme nga Skënder Binçe, i cili tregoi se si kishte humbur kontaktet me vllajën e tij në Lyon të Francës, kërkimet që kishte bërë në këtë qytet të Francës, por fatkeqësisht nuk kishte mësuar asgjë për fatin e tyre. Unë dua të lidhem në këto momente me nipin e Xhevrie Binçes, me Albanin, i cili dhe ai jeton në Lyon të Francës dhe padyshim ka pasur kontakte të rregullta me hallën e tij. Do na japi më shumë detaje si shkëputja i kontaktet dhe çfarë dyshon Albani se ka ndodhur me fatin e tyre në Lyon të Francës. Alo, Alban, përshëndetje. Urdhro. Përshëndetje. Përshëndetje, si jeni? E kaloni? Mirë, unë jam Odeta Dume. Gëzohen. Ju jeni nipi i Xhevries. Jam nipi i Xhevries, Albani nga Franca, Lyonit. Ti jeton në Lyon të Francës, aty ku ka humbur halla juaj. Po, është e vërtet, edhe halla ime ka banuar për afërsisht 1 gjysore larg meje. Po, mund të më tregosh si ke humbur ti kontaktet me hallën tënde? Faktikisht, ne kemi pas lidhje me hallën. Po. Edhe mos gaboj unë në 2018, në 2019 kam shkuar në shtëpi dhe nuk e kam gjetur 2-3 herë. Kam parë ke kutia e postës që ajo ishte mbushur plot me letra. Aty më thash ka diçka që nuk shkon. Mora pronarin e pallatit për pas më tepër informacion. Administratori, po? Edhe ato më thanë që nuk dim gjë. Çfarë bëra pasaj, mora zjarr fikset, kanë ardhur zjarr fikset pasaj edhe kanë hyrë nga balkoni për të parë se mos i ka ndodhur diçka e tilla në banesë. Ndonjë gjë. Edhe nuk kanë konstatuar asgjë, shtëpia ka qenë bosh. Edhe në këtë moment ka dalë një komshie e hallës, edhe aty pasaj që më dha pak më tepër informacion, edhe më tha që ka 6 muaj para, tha që unë kam ndihmuar çiftin për të larguar për t'ikë me pushime në Shqipëri. Edhe që në atë kohë, kur mos gaboj më thash në 2018 në 2019, edhe aty kam humbur çdo lloj gjume, pastaj nuk di asnjë lloj gjëje. Jam interesuar do institucionet franceze nëse kishin ndruar jetë çifti, nuk figurojnë të vdekur në asnjë listë në të gjithë Francën.
Alban, unë pak më parë isha në një lidhje live me vllajin e Agimit, Skënderin, dhe me nusën e tij Aleksandra. Ata veti kanë humbur kontaktet me çiftin, pra me Agimin dhe me Xhevrien hallën tënde, që prej tetorit të vitit 2017 kur ata kanë qenë në Shqipëri. Po? Dhe ata më treguan që kanë shkuar në Lyon 2 herë, kanë qenë dhe në vitin 2019 dhe një herë tjetër, dhe kanë qenë te banesa ku kanë jetuar dhe ata nuk kanë gjetur asgjë. Është më së vërtet sepse vëllai Agimit ka ardhur me nusën dhe me të birdin, ka ardhur në Lyon, ne i kemi takuar. Se ma tregoj që po, kanë ardhur. Kemi bizeduar gjëra gjatë për këtë problem edhe më kanë thonë për të njëjtën gjë që më thoni ju. Edhe që atëherë unë nuk kam asnjë lloj kontakti dhe asnjë gjë. Alban, por si ka qenë shëndeti mendor i çiftit, i Agimit dhe Xhebries, sepse tashi nuk mund t'ju them me imtësi që e di që kanë qenë njerëz të smur. Unë i kam ndihmuar pak a shumë nga ana shëndetësore së doktorave, por jo nga ana mendore, sepse ato vinin nuk mund të themi rregullisht që vinin që vllai dhe kjo. Po vinin me autobus dhe me çdo gjë, të dy normalisht kishin diçka nga ana psikologjike dhe ishte e pamundur të qarkulloje me autobus sepse jemi pak larg, edhe duhet ndrosh të paktën ja 2 autobusa mos gaboj. Por edhe mund gabohem, se s'kam pas më tepër informacion, unë më tepër kam ndihmuar pak nga ana administrative dhe kaq. Unë po të pyes gjatë kohës që ti ke pasur kontakte dhe flisje me hallën tënde. Besoj që ti ke arritur ta kuptosh gjendjen e saj psikologjike. Ka qenë shumë e rënduar. Nga ana psikologjike, siç u thash përpara, nuk kam ndyshuar diçka të rëndësishme, sepse ajo fliste normalisht dhe nuk kam parë në një dyshim që ishte e smurë, këtë doja të thoja. Po bashkëshorti i saj Skënderi? Agimi më dukte pak i përhumbur. Më dukte pak i përhumbur edhe unë kam dalë 2-3 herë duke pirë kafe dhe dukshi sikur njerëzit e gjëmoshin nga mbrapa. Vetëm kaq mund t'ju them. Por në bisedë të lirë ishte normale, kupton? Vetëm kjo që më futin pak dyshim, se kur kemi dalë për kafe, sikur u rute nga njerëzit edhe këto gjëra kështu. Çfarë jete ka bërë çifti Binçe në Lyon, nëse ju keni informacion? Ato e di që kanë qenë me pension. Po. Me sa kam parë një jetë normale, se kam shku ke shtëpia. I ke vizituar, po? Mos një jetë normale, pastaj edhe shumë të afërt nuk kemi qenë për X probleme, edhe kam pasi qikat e largësinë e vet. Alban, ti më tregove që X probleme ke pasur me hallën tënde. Unë fola me Skënderi dhe ai më tregoi që për shkak të një prone Xhevria nuk kishte kontakte. Më lejoni të pyes se ndoshta mund të jetë ky motivi që ata janë larguar? Motivi nga kjo që janë larguar nuk besoj, sepse kjo pronë që flitet që në kohën që babai im ka ikë në Francë që 90-ën edhe pas sa vitesh kjo shtëpi që ka pas që ka qenë puna e babait. U shit një Xhevria, edhe me ato para pasaj erdhi këtu në Francë, edhe pasaj aty që fillun për afërsisht problemet, edhe pasaj u largua gradualisht, mori një shtëpi, edhe pse u bën këtë probleme, unë jam munduar të ndihmoj sepse edhe njerëz pak të moshuar. Po unë mendoj nëse ato janë larguar sepse arritën një moshë, mund të themi mbi 70 vjeç besoj. Po, Agimi sot kanë parë jetën e tyre të 77 vjeç me jetu në Francë, sepse pa gjuhë edhe kush do t'i shkote mbrapa, do të ishte shumë e vështirë. Edhe kështu mendoj që shkaku ato janë larguar. Pastaj kjo është mendimi im, që mund t'ju them, por nuk mund t'ju them gjë tjetër. Alban, ata kishin shumë vite që jetonin në Francë, nuk e zotëronin gjuhën? Shumë vite. Nuk e di çfarë viti kanë në Francë, por ka shumë vite. Po pra, ata ishin pajisur edhe me pasaport. E më tepër, besoj. Ishin pajisur edhe me pasaport franceze.
Pasaport franceze nuk mund t'ju them, po e dija që kanë pas dokumenta. Ndërkohë kunata e agimit Aleksandra tha që në takimin e fundit që kanë pasur me agimin dhe Xhevrien, ata kanë pasur me vete pasaportën franceze, që do thotë kanë marrë në shtetësinë e atij vendi. Një gjatë, flasim më qartë që të arrisësh të marrësh një pasaport franceze, duhet të jesh e para punës në marrëdhënie pune, duhet të njohësh gjuhën, edhe nuk është aq e thjeshtë marrësh një pasaport franceze, sepse janë disa etapa që ti duhet të plotësosh në një shtet të huaj që të marrësh një nacionalitet franceze. Edhe me sa di unë, ata nuk kanë qenë as marrëdhënie pune, edhe gjua mund të ketë qenë ka 5% as 10%, edhe nuk besoj se kanë rritur të marrin pasaportën franceze. Gjithsesi, unë nuk e kam parë edhe nuk mund t'ju them E qartë. me saktësi. Unë prandaj po ju pyes Alban ditën e sotme në këtë live, sepse ti jeton në Lyon dhe ke pasur kontakte, je takuar me hallën tënde dhe mund të dish më shumë informacione. Jam takuar vazhdimisht, jam takuar vazhdimisht, ha. Mund të dish pavarësisht se kanë qenë dhe këto problemet e vogla jo, por unë si nip e kam bërë atë detyrë të paktën sepse ato kanë qenë një moshë të thyer dhe jam munduar ti mundojnë maksimum, pavarësisht se ato më kanë treguar ato që kanë dashur, jo 100%. Për shembull, për pasaportën franceze nuk e dija që e kanë pasur, kanë nesur deri me një farë limiti për të treguar gjërat. Me pak fjalë, vetëm për të ndihmuar nga ana administrative ose të një doktor. E kuptoj. Alban, ju e keni hallë Xhevrien dhe padyshim jeni të interesuar të mësoni për fatin e saj. Është mëse normale, diskutohet e gjaku është gjak, pavarësisht se mund ndodhi shumë gjëra, por gjaku është gjak edhe nuk ndryshon. Ndërkohë që Skënderi ka arritur të zbulojë që në vitin 2019 agimi ka qenë i shtruar në psikiatri aty në Lyon. Që do thotë shëndeti i tij ka qenë goxha i rënduar dhe ka në psikiatri. Në psikiatri, po. Dakor, okay. Në 2019 ka qenë i shtruar dhe më pas ka dalë nga spitali, por se si ka vazhduar jetesa e agimit me Xhevrien, janë në një qendër, janë strehuar nga shërbimi social i Lyonit, ndodhen në një shtëpi të moshuar apo diçka e keq që ka ndodhur me fatin e tyre, kjo nuk dihet, ngjelet akoma një pikpyetje e madhe. Është mëse e vërtet se unë me thënë drejtë nuk kam kërkuar dhe nuk kam gjetur asnjë lloj gjurmë. Jam interesuar edhe me ambasadën, edhe ambasada nuk më ka dhënë më tepër sqarim. Pra, ju nuk keni marrë një përgjigje dhe nuk keni arritur dot të zbuloni diçka. Informacionet që kanë britur, që qarkullojnë për çiftin Binxhe, dyshojnë që janë në situatë rruge, çfarë nuk thuhet, por e vërteta nuk dihet. Ju vetë Alban, duke ditur që jetoni në Lyon, e njihni mirë, jo vetëm Xhevrien hallën tënde, por dhe burrin e saj Agimin, çfarë dyshoni ju? Ata janë larguar në mënyrë të vullnetshme, e shpreh lefshinjët, kanë marrë valixhe dhe kanë ikur në 2019. Unë si u thash edhe më parë, unë mund të them mendimin tim, ato nëse janë larguar sepse nuk kanë pas mundësi të vazhdojnë jetën e tyre në Francë, sepse Franca është një qytet i dokumentave dhe jeta është shumë e vështirë për dy njerëz që janë të moshuar, edhe nuk kanë një gjuhë, edhe nuk kanë një përkraje për shumë se po kishin fëmijë do ishte më e ndryshme, po ai ishte një burregu që s'kishin as fëmijë, edhe janë larguar, mendimi im se aty çon, nëse ata janë larguar, më tepër për të jetuar në Shqipëri, në vendin e tyre që mund kishin edhe njerëz më të afërt. Unë kështu mendoj, pastaj nuk mund t'ju them gjë tjetër. Por këtë gjë ta garantoj unë Alban, që ata nuk janë kthyer në Shqipëri, sepse Skënderi ka ardhur në Shqipëri, ka bërë verifikime, ka pyetur gjithë fisin e tij. Nuk e di nëse ju keni pyetur. Nëse ju keni pyetur fisin tuaj, ata nuk janë parë të jetoj këtu në Tiranë. Unë para 2 vjet kur isha në Shqipëri, pak me rrethin tim aty në Shqipëri, ato që kanë ngel se shumica e shtetit, edhe nuk kam pas asnjë të dhënë nga ana e Xhevries, kupton.
Unë uroj dhe shpresoj që ata të kenë shkuar diku, të jenë një shtëpi të moshuar, të jenë gjallë, mos ke ndodhur asgjë e keqe me fatin e tyre. Unë të falenderoj që të pata në këtë live, na ndihmove me këto pak informacione që ti kishe për hallën tënde Xhevrie dhe për bashkëshortin e saj Agim, por nëse ke një mesazh për të përcjell, patjetër, po ju dëgjoj. Gjithsesi unë do mundohem sërish të lidhem me këto qendrat shëndetësore të psikiatrisë, në qoftë se më japin mundësinë, se është pak e vështirë. Por gjithsesi unë do mundohem të prezantohem që jam i NIP dhe jam me të njëjtin emër, edhe në qoftë se kam ndonjë të re, ju e dini që unë ju ftoj me siguri. Uroj të gjenden. Ose gjendën një psikiatër psikiatrik, sepse këtë e kisha menduar, po thash nuk e dija që Agimi kishte qenë psikiatër psikiatrik, e kupton? Edhe gjithsesi unë do mundohem nga kjo anë, edhe në qoftë se ka ndonjë të re, vjen e parë. Ne do mbetemi në kontakt tashmë. Alban, ne do mbetemi në kontakt tashmë së bashku, edhe me Skënderin, me vllajën e Agimit, e rëndësishme është që ata të jenë gjallë, mos ka ndodhur diçka e keqe me fatin e tyre. Të jenë gjallë dhe të mirë për veten e vet, ju kuptoj shumë mirë. Këtë urojmë të gjithë. Mirë, Alban, të falenderoj dhe të përshëndes nga Tirana. Shumë falenderoj, kalofshim mirë, miropafshim. Miropafshim. Mirë dashumiq, ne kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të kësaj video. Ju bëj thirrje gjithë shqiptarëve që jetojnë në Lyon të Francës që mund të kenë informacione për çiftin Pinçe, pikërisht për Agim dhe Xhevrie Pinçe, janë të lutur të më kontaktojnë në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Ndërkohë nëse ju keni një histori për të denoncuar dhe dëshironi të jeni këtu në live modetën, mund të më shkruani dhe në rrjetet sociale, në Instagram, në TikTok apo edhe në Facebook, ku mundohem të jem çdo ditë aktive dhe të lexoj mesazhet tuaja dhe të kthej përgjigje në kohë reale. Ndërsa këtu lart tek fotoja mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube Odeta Dume Mandro, ku çdo paradite unë ju live dhe sjell zërin tuaj. Sjell këto histori njerëzore, histori reale, histori të shqiptarëve, jo brenda territorit të Shqipërisë, po kudo ku ka shqiptar. Faleminderit që më ndiqni dhe më mbështesni.